Siç mund ta keni parë, sot në mëngjes isha live tek X Media, te Expressi, edhe si për habin time folëm për aftësinë time për të parashikuar vdekjen dhe fola pak për vdekjen e babait tim. Ajo që unë kur nuk ma priti mendja që pas dilja nga studio dhe të vija në shtëpi, të merrja një lajm shumë të trisht, që Tito, një shpirt i bukur, një angjëll, qeni edhe pitbulli më lozonjar, më i dashur, më i urtë që unë kam hasur ndonjëherë në jetën time, nuk jeton më. Mezi kam ndaluar se shari. Dhe ajo që dua të them është që dua të ndaj një mesazh. Se më vjen inat me veten time, sepse kisha ca kohë që doja ta takoja dhe gjithmonë e merrja në mishën që Tito do ishte aty. Po ja që nuk ishte, doja ta takoja dhe nuk e kam më mundësinë për ta takuar. Dhe dua të ndaj një mesazh me ju që takoi njerëzit, bëni gjëra që doni të bëni, shkëmbeni me njerëzit, kaloni momente me ta, si mbani gjërat në mendjen tuaj, në zemrën tuaj, sepse asgjë nuk është e mirë në këtë jetë. Secili për nesh ka një kohë dhe secili për nesh nuk e di se kur kësaj kohe do i vi fundi, por shfrytëzojeni momentet dhe jini mirënjohës për kë keni në jetë, sepse një ditë do zgjoheni dhe do merrni lajme të trishta si ky që unë mora sot. Kush e ka njohur Titon, qenin e ish hajron, e di shumë mirë për çfarë lloj shpirti po flas unë dhe pse më lëndon mua sot ikja e tij. Thjesht lërini egon pas dhe jini mirënjohës për kë keni në jetë dhe mos mendoni që keni kohë. Ndonjëherë koha ka planet e veta dhe nuk ecën me planet e tua dhe me planet e mia, po ecën me planet e veta. Kështu mos i lini kohën që ju tregoj që vjen një pikë që s'ka më kohë. Aq kisha.